e pam vetë që janë duke funksionuar 3 njësi të termocentralit Kosova A, pra A3, A4 dhe A5, dhe 2 njësi të termocentralit Kosova B, B1 dhe B2. Kjo do të thotë që kemi stabilitet të funksionimit dhe energji të qëndrueshme. Dëshiroj të falenderoj bordin, menaxhmentin dhe gjithë punëtorët e Kekut për punën e jashtëzakonshme që bëjnë dhe e cila është në shërbim të qytetarëve, por njëkohësisht edhe në shërbim të bizneseve, të industrisë e të prodhimtarisë tonë, por edhe të sigurisë përgjithshme të Republikës. I përgëzoj po ashtu për investimet e bëra deri më tani dhe zotohemi bashkë që në vijim do të kemi edhe modernizim të termocentralit Kosova B, por edhe rehabilitim të termocentralit Kosova A, me që rast do të kemi edhe kapacitetet të shtuara sa i përket gjenerimit të energjisë. U auruam gjithë punëtorëve vitin e ri 2026, me këtë rast u auroj edhe gjithë qytetarëve të Republikës vitin e ri 2026, dhe një si lloj porosi nga punëtorët, shpresojmë që në këtë natë të ndërrimit motëve, kur po hymë në vitin 2026, teksa e presim vitin e ri në gjirin ton familjar, më shumë një koqirë të tregohen ata të cilët e kanë ngrohjen qendrore nga Termokosi, me qenë se teksa flasim ne 110 megawatt kapacitet Termokosi i merr prej termocentralit Kosova B. Pra është shumë e rëndësishme të theksohet sa shumë furnizohet ngrohja qendrore, ngrohja e kryeqytetit nga ky vend ku ndodhemi ne tani. Po ashtu u zotuam që do t'i bëjmë investimet me kohë në vitet 2026 dhe 2027, me që rast ka dhe afatet të përcaktuara dhe bordi e drejtori e kanë shumë të qartë që gjërat të investohen dhe përmbyllen para afateve është në rregull, mirë po jo edhe pas tyre. Që si vjet Keku ka realizuar investimin më të madh në 40 vitet e fundit në Kek dhe në sektorin e energjisë, duke modernizuar turbinën në blokun B2 dhe duke bërë edhe investime të tjera në këtë blok, gjë që e ka rritur kapacitetin e kësaj njësie për 35 MW. Dhe në vitin e ardhshëm pritet që i njëjti investim të bëhet edhe në njësinë B1 së bashku me vendosjen e filterëve që do ta ulin ndotjen ndjeshëm. Këtu dua të cek që gjatë këtij viti një hap shumë i rëndësishëm nga Keku ka qenë fillimi i kontraktimit për rehabilitimin e thellë të njësisë A3 në vlerë 137 milion euro. Gjatë vitit tjetër, apo kryeshef, presim që të nënshkruhet kontrata dhe me njëherë pas asaj të fillojë ndërtimi. Do me thonë, me të gjitha këto investime që po bëhen, presim që në fund të mandatit të ardhshëm 4 vjeçar, Keku të ketë 350 MW kapacitete shtesë. Kemi në vitin 2025 deri në vitin 2027 projekte në vlerë mbi 500 milion euro që do të investohen në Kek. Disa prej tyre janë përfunduar, në B2 është përfunduar modernizimi i njësisë B2, vitin e ardhshëm do të fillojë instalimi i elektrofiltrave në njësinë B1 dhe modernizimi i turbinës së saj. Gjithashtu kemi edhe projektin e A3-shit, një projekt 137 milion euro me mjete vetanake nga Keku. Për këtë do të flas më mirë drejtori, ata do të mund të drejtohen edhe kryeshefit, edhe bordit, edhe ministrës, po edhe mua. Unë nuk besoj që ka probleme të cilat nuk mund të zgjidhim. Nuk mund të parashot tash se çfarë protestash do të ketë në vitin 2026 e tutje, por unë besoj që nuk mungon dialogu dhe komunikimi me punëtorë.